nderuar kryetari i Kuvendit, nderuar deputet, nderuar qytetarë që na ndiqni. Sot kemi sjellë në Kuvend një paketë të mirë menduar ndryshimesh në Kodin Penal, paketë e cila nuk synon dhe as nuk pretendon të jetë një rishkrim tërësor i Kodit Penal, duke qenë se ky është një proces që po zhvillohet aktualisht, por padyshim në fokus të kësaj pakete janë detyrimi që ka Republika e Shqipërisë për parafrim me 7 akte kyçe të kuadrit legjislativ evropian. Kjo edhe si pjesë e piketave të ndërmjetme në kuadër të kapitullit 24 për negociatat që kemi me Komisionin dhe vendet anëtare, dhe duke marrë këtu parasysh dhe sigurisht dhe ndërhyje të fokusuara strategjike, taktike, për sa i përket nevojave reale të sigurisë publike, marrë në konsiderat këtu dhe praktikën e zbatimit dhe detyrimet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare që aplikohen në vendet e tjera. Pra, kjo paket përfaqëson një politikë penale më të qartë, më koherente dhe më evropiane, e ndërtuar mbi analiza konkrete, konsultime institucionale dhe në përvojën e vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë asistuar për vitesh tashmë Ministrinë e Brendshme kryesisht dhe Policinë e Shtetit, po sigurisht dhe projekte të ndryshme që ofrojnë asistencën e tyre për Ministrinë e Drejtësisë. Në thelb, paketa është konsiston një kontribut dhe hap të matur në drejtim të forcimit të shtetit së drejtës dhe sundimit të ligjit, dhe përbën një nga shtyllat kryesore të kësaj pakete, në fakt të thoja, është që adresimi pra nevoja për të adresuar disa nga piketat e ndërmjetme të identifikuar edhe në common position, apo në këtë kuadër, Kodi Penal, i cili ne paraqesim sot për miratim, përafrohet plotësisht me 7 direktiva, pra instrumente kyçe të Bashkimit Evropian, që lidhen konkretisht me luftën kundër pastrimit të parave, trafikimit të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore, shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të fëmijëve, terrorizmit, si dhe me mbrojtjen e interesave financiare dhe sigurisë së Bashkimit Evropian. Ky e fundit është gjithashtu shumë e rëndësishme, pavarësisht se është bërë një punë shumë e mirë nga qeveria shqiptare dhe institucionet e tjera të cilat janë të përfshira në kuadrin e negociatave për kapitullin 24 konkretisht. Megjithatë, nga vlerësimi i bërë edhe me ekspertët e Bashkimit Evropian, kishte edhe disa elemente të tjera të cilat nevojiteshin në mënyrë që ne të kemi parafrim të plot, duke qenë se Shqipëria çdo ditë më shumë që afrohet rrugëtimit, pra destinacionit final, mbylljes së negociatave teknike me Bashkimin Evropian, duheshte që patjetër dhe ne të shqetësohemi jo vetëm për pjesën e kuadrit ligjor të mbrojtjes së interesave financiare të vendit ton, por si vend kandidat të shprehim të njëjtin shqetësim dhe si vendet e tjera anëtare për sa i përket aspekteve financiare të Bashkimit Evropian. Pra kjo ka qenë pjesë një analize të përbashkët me ekspertët e Komisionit Evropian, ku janë identifikuar në tabelat e përputhshmërisë dhe ndërhyjet e nevojshme për të bërë në kuadrin ligjor shqiptar në mënyrë që të kemi parafrim të plot lidhur edhe me këtë aspekt shumë të rëndësishëm. Thënë këtë, këto nuk janë ndryshime formale, ata forcojnë realisht kapacitetin e shtetit shqiptar për të ndjekur penalisht krimin e organizuar dhe krimin ndërkufitar, duke zgjeruar jurisdiksionin penal të Republikës së Shqipërisë edhe për vepra të kryer jashtë territorit të vendit, duke hequr në raste të caktuara kushtin e dënueshmërisë së dyfisht dhe duke lehtësuar provën për origjinën kriminale të pasurive. Qartësisht përmes saj, qeveria shqiptare dëshmon një vullnet qartë politik për të parafruar jo vetëm në frym, por edhe në legjislacion, duke marrë në konsiderat faktin që sa më shumë afrohemi me Bashkimin Evropian, aq më pak mund të flasim dhe për jurisdiksionin apo për sovranitetin e vendit ton, ku bëhet fjalë për adresimin e çështjeve shumë serioze që kanë të bëjnë me aspekte që prekin ekonominë, shoqërinë, sigurinë, jo vetëm një vendi, por janë të një shtrirje transnacionale. Një vëmendje e veçantë që dua të theksoj këtu, i është kushtuar dhe mbrojtjes së fëmijëve dhe grupeve më vulnerabël. Kjo paket modernizon dhe ashpërson veprat penale me natyrë seksuale, rrit ndjeshëm dënimet pikërisht për këto vepra, ku në fokus të mbrojtjes parandalimit që i kushtohet përmes këtyre ndërhyjeve janë pikërisht fëmijët të miturit, dhe nga ana tjetër zgjerohen dhe afatet e parashkrimit për këto vepra me ndjeshmëri shumë të lartë, të cilat përfshin sigurisht kontaktin dhe abuzimin me të miturin.
Një parim themelor që forcohet është ai që viktimat e mituara nuk mund të trajtohen kurse si autor, por si subjekte që meritojnë mbrojtje maksimale nga shteti shqiptar dhe trajtim dinjitoz nga autoritetet ligjzbatuese në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Në luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore, një tjetër aspekt i rëndësishëm që adresohet përmes këtyre ndërhyrjeve në Kodin Penal, projektligji sjell një qasje të qartë që do thotë zero tolerancë. Ai përjashton çdo efekt justifikues të pëlqimit të viktimës, pa kurse si nuk mund të përdoret pëlqimi i viktimës si mas apo justifikim për të lejuar për të shmangur nga ndjekja penale. Zjeron gjithashtu për kufizimin e shfrytëzimit dhe kriminalizon përdorimin e shërbimeve të ofruar nga viktimat e trafikimit. Pra, edhe një herë, ashtu si në rastin e veprave që shtohen në Kodin Penal, ku kanë fokus mbrojtje të miturve, edhe në rastin e viktimave të trafikimit, as justifikimi, as një argument tjetër që mund të përdoret, nuk mund të shkojë për lehtësimin e autorëve të këtyre veprave të rënda kriminale. Të nderuar deputet, kjo paket adreson gjithashtu problematika konkrete që kanë cënuar rënd sigurinë dhe rendin publik, territorin dhe mjedisin. Shpresohet ndjeshëm trajtimi penal për zënjen e palishme të tokës, ndërtimin dhe shfrytëzimin pa titull ligjor, veçanërisht kur këto vepra kryhen në zona të mbrojtura, në parqe natyrore, në objekte të trashëgimisë kulturore, të cilat përfaqësojnë dhe kapitali shpirtëror të kombit shqiptar, apo në infrastrukturë kritike. Dënimet bëhen edhe më të rënda, kur autorët janë pikërisht persona të cilët kanë për detyrë të garantojnë zbatimin e ligjit dhe për shkak të funksionit tyre publik, ato nuk e bëjnë këtë gjë. Rrjedhimisht ato nuk mund të dënohen njësoj si persona qytetarë të thjeshtë, por kanë dhe përgjegjësi të shtuar. Kjo bëhet e mundur fal këtyre ndryshimeve në Kodin Penal. Po ashtu, përmes këtyre ndryshimeve forcohet ndëshkimi për zjarrvënien në pyje dhe mjedise natyrore, marrë këtu në konsiderat dhe dëmet e mëdha që kanë ardhur dhe verën e shkuar nga zjarrvëniet në zonat të ndryshme të Shqipërisë, dhe sidomos ku flasim për rrezikun që kanoset zonave të banuara, pasurive kulturore apo infrastrukturës jetike, ose kur zjarrvënia përdoret si mjet për ndryshimin e destinacionit të tokës, gjë që rëndom për fat keq ka ndodhur në vendin tonë. Një ndërhyrje e matur por domethënëse bëhet edhe në një fenomen të përditshëm që ka pasoja serioze për jetën e qytetarëve, që lidhet pikërisht me parkimin në rresht të dytë, i cili trajtohet si vepër penale vetëm në ato raste, dua të theksoj, ku pengohet seriozisht qarkullimi i mjeteve të emergjencës, të ambulancave, të policisë apo të zjarfikses, dhe sigurisht dëmet do të ishin kolosale nëse për shkak të papërgjegjshmërisë të dikujt i cili parkon aty dysh dhe sfidon hapur shtetin, rendin, sigurinë, policinë, çdo autoritet tjetër, mund të digjen banesa, mund të ketë fatalitete, kështu që absolutisht përballë një situate të tillë, të dokumentuar dhe nga statistikat e ardhura nga policia e shtetit, ne nuk mund të rrinim apatik, përkundazi duhen ndërhyrje ligjore në mënyrë që kjo të jetë një mas e fort parandaluese për çdo kënd që është i papërgjeshëm dhe sfidon hapur ligjin dhe të drejtën e çdo kujt tjetër që të vazhdojë jetën normalisht, dhe aq më tepër ku bëhet fjalë për ambulanca, për zjarfikse dhe për policinë e shtetit e cila mund të jetë në operacione ndryshme. Një tjetër, po ashtu, ti hape rrugën gjithkohën e ka hapë në fakt me kohë me vakt, por po flasim për qytetarët dhe për ato që u kanoset tjetër. Një tjetër element i rëndësishëm i kësaj pakete është forcimi, ja dëgjoj këtë se gazetarët kanë më shumë interes për këtë, jo për ato batutat e tyre, dëgjoj këtë. Tani, qeveria shqiptare ka marrë një angazhim që nuk ka ndodhur kur më parë, kështu e gjetëm, kështu e kishit lënë, pavarësisht se bëni shumë të ndjeshëm ndaj mbrojtjes së fjalës të lirë. Në fakt, për herë të parë, shteti shqiptar shkon me një nizmë shumë serioze, ku ka duke në mbrojtje të shprehjes, pra lirisë së shprehjes dhe një vendi më demokratik që i përqafon punën dhe misionin e gazetarëve, pa e vendosur ata përpara presionit për procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kurse si ndjekje penale për ta.
Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar dhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta, ku në nenin që përkon me kanosjen, në fakt ne ashpërsojmë dënimin për çdo kënd i cili po kanos gazetarin, i cili është i qartë që po kryen detyrën e tij, dhe pra ne kemi një veprim të dyfish për gazetarët, jo vetëm i lehtësojmë ata nga çdo kallëzim i mundshëm për shpifje, po shkojmë akoma më tej duke vendosur një standard të ri që nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri për mbrojtjen specifike të gazetarëve në, si shpreh kjo e qartë, e vullnetit të qeverisë shqiptare për të stimuluar lirinë e shprehjes dhe punën investigative që bëjnë gazetarët, kur gjithmonë ata e kryen atë në funksion të detyrës tyre, në funksion të kodit të etikës dhe misionin tyre shumë fisnik që ne padyshim vese e inkurajojmë. Nga ana tjetër, do të thoja që në tërësi kjo paketë ndryshimesh përfaqëson një politikë penale më të qartë, më të drejtë dhe më efikase. Ajo synon jo vetëm dëshkimin e krimit, por parandalimin e tij, mbrojtjen e viktimave dhe garantimin e sigurisë për qytetarët. Është një hap konkret drejt një sistemi penal modern, funksional dhe plotësisht të përputhshëm me standardet evropiane. Ju ftoj ta mbështesni këtë paketë jo si një akt formal, por si një investim për sigurinë, drejtësinë dhe të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Dua të sqaroj që nga gjithçka që është përmendur këtu, në fakt u tha gjatë ditës së sotshme që nuk është konsultuar me Komisionin Evropian. Apo më keq akoma që Komisioni Evropian ka shprehur rezerva dhe e ka kundërshtuar. Totalisht e pavërtet. Ka njëmori takimesh, ka njëmori komunikime shkresore dhe me email, ku jo shumë larg nga sot, ata kanë shprehur përkundërzi për sa i përket dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, që inkurajojnë qeverinë shqiptare që për këtë çështje e cila vjen sigurisht dhe provokon diskutime, ka paqartësi, të bëjnë sa më shumë në mënyrë proaktive qartësi për pozicionin e qartë të qeverisë shqiptare, i cili është konsultuar me Komisionin, dhe ky është ajo çfarë ne paraqesim para jush. Është zgjidhja më e mirë që ne mund të ofronim duke pasur në fokus pikërisht gazetarët të cilët janë duke kryer detyrën e tyre dhe jo shpifësit që janë të shumë këtu brenda kësaj salle, ata nuk kanë pse të fshihen pas mbrojtjes apo dekriminalizimit të shpifjes, të mbajnë përgjegjësi për deklaratat që bëjnë, qoftë edhe kur sillen si shakator, mes shakas mund të ketë dhe shpifje, kështu që nuk ka dekriminalizim të shpifjes për shpifësit serial, përveç se për gazetarët, dhe shumë faleminderit për vëmendjen tuaj, ju ftoj kameratën.